Kjo është dekorata prezidenciale që Vjosa Osmani ja ka dhënë zonjës Arjeta Musliu për këtë kontributin e saj në qendrën Rijeta. E zonjën Musliu kam nderin që e kam këtu afër meje. Që shindit ditën kur e ke marrë këtë dekoratë? Emocion që nuk përshkruhet me fjalë, një diçka që nuk e kam menduar asnjëherë, nga momenti që është hap qendra Rijeta, e kam menduar që në heshtje do bashkëndjej dhe do jap mundësi të mbështes, të përkrah shumë familje, një mbështetje në qendër e cila më kishte munguar mua kur nuk kisha nevojë. Kam pranuar një email zyrtare që në këtë datë, me datën e 8 marsit, unë jam e vlerësuar një ndër 8 gratë e forca, kam marrë dekoratën presidenciale nga presidenti Osmani, urdhri Shot Galica. Pa dyshim që çdo vlerësim në veçanti nga institucionet shtetërore, nga presidentja, të vlerësohesh me një vlerësim të tillë, të bën të ndihesh mirë, por mbi të gjitha për mua ka qenë një forcë, për mua ka qenë një përgjegjësi më e madhe ndaj përkushtimit dhe punës, dhe jam ndjerë më e fortë, më e fuqishme, se nga ai moment e kam pa një bashkëudhëtare që bashkarisht do arrijmë qëllimet tona të përbashkëta, duke e mbështetur shoqërinë, rinin tonë. Presidentja më ka njohur përmes qendrës Rijeta, ajo nuk është ndalur në mbështetje, në përkrahje, dhe nga tash e tutje në një formë tjetër besojmë që do e bëjmë më të mirën për qytetarin e Republikës së Kosovës që e meriton. Me zonjën Musliu kena folë edhe për rrugtimin e saj të ri politik, pasi është përfshirë në listën e zonjës Osmani, do të kandidoj për deputete në zgjedhjet e 7 qershorit. Për këto biseda, këtë diskutim do ta ndiqni në disa video të tjera.